Maria Medicina, Zybejte Alizoti, Jolanda Carbonara, Makbule Frashëri, Behije Zdrava. Në vitin 1946, në muajin gusht, të burgosurit në burgun e ri të Tiranës do të përjetonin një ngjarje të jashtëzakonshme. I burgosuri Muharrem Bejleri, 27 vjeçar, nga qelia merr një vendim fatal: arratisjen nga burgu. Në momentin kur të burgosurit ishin në obor për ajrim, ai godet për vdekje gardianin dhe del nga qelia. Mundësi të kalonte rrethimin, futet në një kazermë më dhome policie, merr një pushk dhe hap zjarr e zdorzohet i gjallë. Lufton dhe vritet nga forcat e policisë, duke e asgjësuar me një bombë që a hedhin nga çatia. Në burg, pas kësaj ngjarjeje, vendosen masa të rrepta sigurie. Ndërsa me burginë të rënda, u dënuan teknikët Hans Vala, Mario Masarini, Mihal Stratobërda, Jani Vasili e të tjerë. Me njëherë pas ekzekutimit të këtyre intelektualve, nga sigurimi i shtetit përgatitet arrestimi i 80 kuadrove të shkollës teknike të Harry Fulsit. Gjykatat ushtarake vepronin pa mëshirë ndaj tyre, vetëm se ata ushqenin edukatën, dijen dhe kulturën perëndimore. Kjo shkollë ishte hapur që në vitin 1921, në vijim të politikës dashamirëse ndaj kombit shqiptar të presidentit amerikan Wilson dhe drejtohej nga pedagogu i shquar Harry Fulls. Numri i kuadrave të larta që ishin diplomuar në fusha të ndryshme në këtë shkollë kishte arritur 156 vetë. Në vend që të nderohej dhe të respekt i këtyre kuadrove të afta, pushtetarët e rinj vepruan egërsisht mbi ta, duke i akuzuar si agent amerikan. 22 vetë prej tyre pushkatohen dhe të tjerët dënohen me burgime të rënda. Të pushkatuarit ishin Dino Shani, Jani Koljaka, Loni Adami, Mahmut Maçi, Namik Haderi, Ndrek Koveli, Abdyl dhe Gjelal Hamoni, të dy binjak, Anton Delhysa, Haki Pengili, Kamber Kazazi, Kostaq Stefa, Mehdi Kuqi, Namik Bardha, Nekira Dovicka, Sami Sulstarova, Gjeladin Kuqi, Hasbi Puto e të tjerë. Të dënuarit me burgime: Namik Gjelili, Beqir Hashi, Gjelal Ndreu, Halit Ndreu, Abdullah Karaliu, Gjemal Lala e të tjerë. Në vitin 1947, diktatura komuniste shqiptare ndërmerr një nga reprezaljet e saj më të mëdha. Një terror shtetëror, sepse një pushtet i marrë me dhunë nuk mund të mbahi ndryshe veç se me akte dhune, por që përpara opinionit duhej të përligjte çdo ndëshkim që kryente. Kishin kaluar 2 vjet nga zgjedhjet parlamentare të vitit 1945. Për të mundësuar para një kopertur pluraliste për opinionin, në këto zgjedhje kishin fituar edhe disa kandidat nacionalist si Shefqet Beja, Kol Kuqali, Selaudin Toto, Sheh Ibrahim Carbonara apo ndonjë kandidat tjetër i pavarur. Mirëpo demagogjisë për mendimin e lirë e të pavarur, shpejt do t'i dilte kallaj.